Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Partia Demokratike ka hapur zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në sheshin Nën Tereza në Tiranë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe drejtuesi i fushatës Krisla Sivita u bashkuan me qytetarët për të shpadur programin e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Fushata nisi me himnin kombëtar dhe prezantimin e 186 kandidatëve për deputet nga 12 qarqet e vendit. Në sheshin Nën Tereza në Tiranë, Partia Demokratike ka hapur sot zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Mitingu u zhvillua me një atmosferë entuziaste, ku të pranishëm ishte kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe drejtuesi i fushatës elektorale Krisla Sivita, i cili është një nga këshilltarët më të rëndësishëm të fushatës. Fushata ka nisur me himnin kombëtar dhe prezantimin e 186 kandidatëve të Partisë Demokratike për deputet nga 12 qarqet e vendit. Gjatë fjalës së tij, Krisla Sivita kërkoi mbështetjen për Dr. Berishën dhe për një të ardhmen më të ndritshme për Shqipërinë. Socialistët u përpoqën të burgosen Donald Trump. They failed. Dështuan në 2025 Here in Albania, këtu në Shqipëri. the socialists want to imprison Socialistët duan të burgosen all of their opposition. të gjithë opozitën e tyre. They will fail. Do të dështojnë. Përse? Sepse nuk kanë çfarë të thonë për gjithë dështimet e 12 viteve të fundit. 12 vite krim, 12 vite drogë dhe për 12 vjet mbi 1 milion shqiptarë janë larguar nga Shqipëria. Janë 12 vjet dështim ekonomik. Përse të votosh për një parti që ka krijuar të tëra problemet? Vote for Dr. Berisha. Votoni për Dr. Berishën. Give your country opportunity. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, ka mbajtur një fjalim emocional gjatë hapjes së fushatës së Partisë Demokratike, duke u drejtuar qytetarëve të Tiranës dhe duke shprehur mirënjohjen për mbështetësit e rinj të partisë. Berisha kritikoi ashpër kryeministrin Edi Rama, duke akuzuar për lidhje me figura të dyshimta si ish ministri Beqaj dhe kryebashkiaku Rion Veliaj. Jam këtu për të zotuar para shqiptarëve se zero tolerancë ndaj shpërdorimit vjedhjes pasurive tyre, parave tyre. Jam këtu për të dhënë fjalën shqiptarëve se auditi i përgjithshëm i narkoshtetit do u rikthejë shqiptarëve qindra miliona euro më shumë të vjedha prej tyre. Jam këtu para jush për të zotuar se organizatat kriminale kudo që janë, në Shqipëri, në Aruba, në Dubai, kudo të ndodhen, do vendosen para ligjit në Shqipëri dhe bashkë me ta, ministrat kriminal, ministrat hajdut, të drejtat e qytetarëve, shteti ligjor, janë dhe do mbeten motoja jonë. Në ditën e parë të nisjes së zyrtare të fushatës drejt 11 majit, socialistët zhvilluan 12 mitingje njëkohësisht me gratë e çdo qarku. Nga Tirana, Edi Rama tha se gratë do të zgjedhin flamurin kombëtar dhe jo kënetën e opozitës. Rama u kërkoi votën me këtë premtim. Në 2030 do të shikojmë se si do të vim të mbështesim kryeministren grua. Partia Socialiste e Shqipërisë ka nisur fushatën e saj për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke zgjedhur të përçojë mesazhin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Në një format të ri, PS-ja ka organizuar 12 takime elektorale në 12 qarqe të vendit. Ky hap ka për qëllim përfshirjen e sa më shumë qytetarëve dhe forcimin e lidhjes me ata që mbështesin programin e partisë. Fushata do të jetë fokusuar kryesisht në gratë dhe vajzat, të cilat përbëjnë një pjesë të madhe të anëtarësisë së partisë. Shqipëria është grua. Suksesi i përpjekjes për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian varet në radhë parë nga nënat, nga motrat dhe nga bijat e Shqipërisë. PS-ja ka shpadur 38.500 gra dhe vajza që janë anëtare të saj, ndërsa përfaqësimi i femrave është një nga prioritetet kryesore të listës për zgjedhjet e 11 majit. Partinë Socialiste e mbështesi në rang kombëtar 56% e zgjedhësve gra dhe vajza, ndërsa në qarqet caktuara kjo
mbështetje shkon deri në 65%. Kjo do të thotë se tek burrat dhe djemt mbështetja është më e ulët për ne se sa tek gratë dhe vajzat. Dhe nëse tek gratë dhe vajzat avantazhi ynë ndaj kënetës është goxha i madh, tek burrat ai është ndjeshëm më i ngushtë. Sot Kuvendi i Shqipërisë drejtohet nga një grua socialiste, e cila zonësoi një tjetër grua socialiste, jam i bindur që nuk është aq e largët dita sa mund të dukej deri dje kur Shqipëria do të ketë edhe gruan e parë kryeministre dhe as nuk e diskutoj fare që do jetë socialiste. Duke folur për zgjedhjet që afrohen, kryeministri shfaqi bindjen se Partia Socialiste do të dalë fituese në mënyrë dërmuese. Ai quajti kundërshtarët një grup të çorientuar që sipas tij do të përjetojnë rezultatin më zhgënjyes që nga viti 1997. Nuk munguan as ironit për figurat kryesore të opozitës dhe këshilltarin amerikan të tyre, Chris Lasivita. Erdi Sherifi, erdi Latifi. Bufi e di, këtë ju siguroj unë që e di më mirë se unë, më mirë se ju, më mirë se të gjithë, që vetëm një magji mund ta shpëtojë nga disfata. Dhe disfatën në 11 maj do e ketë më të madhen që nga 97-a. Në këtë mënyrë, Partia Socialiste i drejtohet një elektorati të gjerë duke synuar të bashkojë forcat e gruas, rinisë dhe qytetarëve që dëshirojnë një të ardhmë më të sigurt dhe më të zhvilluar për Shqipërinë. Drejtuesi amerikan i fushatës së Partisë Demokratike, Chris Lasivita, ka publikuar një video në platformën X ku ironizoi kryeministrin Edi Rama dhe figurën e Sali Berishës, duke përdorur simbolin e bufit dhe njot. Ky postim vjen para nisjes së fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në prag të nisjes së fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Chris Lasivita, drejtuesi amerikan i fushatës së Partisë Demokratike, ka ndarë një video në platformën X ku shfaqet një buf që ha një mi, duke aluduar për polemikën e krijuar nga krahasimi i bërë nga kryeministri Edi Rama, i cili shpesh e ka cilësuar Sali Berishën si bufin e kënetës. Në postimin e tij, Lasivita shkruan kush është bufi dhe kush është miu, duke lënë të kuptohet një mesazh ironik për situatën politike. Ndërkohë, Berisha, kreu i Partisë Demokratike, ka deklaruar më parë se bufi është një simbol i mençurisë dhe se nuk ndihet i ofenduar nga ky krahasim. Fushata elektorale e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit do të nisë këtë të premte në sheshin Nën Tereza. Sipas njoftimit, Sali Berisha do të jetë një nga folësit dhe Chris Lasivita gjithashtu pritet të ketë një komunikim gjatë hapjes së fushatës. Ania Libra e marinës italiane u nis nga porti i Brindizit me 40 emigrantë në bord, të cilët do të akomodohen në qendrën e riadesimit në Gjadër në Shqipëri. Ky transferim bëhet si pjesë e një dekreti të ri të qeverisë italiane që ka ndryshuar funksionin e qendrës në Gjadër, duke e kthyer atë në një strukturë për mbajtjen e emigrantëve të palishëm në pritje të dëbimit. Në portin e Shëngjinit sot do të mbërrinë 40 emigrantë nga Italia me urdhër dëbimi, në bazë të dekretit të qeverisë Meloni. Emigrantët do transferohen në qendrën e riadesimit të ngritur në Gjadër, e cila është transformuar në një strukturë për mbajtjen e emigrantëve të palishëm pas miratimit të një dekreti të ri nga qeveria italiane në mars. Sipas burimeve të mediave italiane, emigrantët kanë shtetësi të ndryshme dhe kanë arritur në Brindisi në ditët e fundit. Ky transferim është pjesë e një plani të gjerë të zbatimit të masave më të ashpra për emigracionin e palishëm, që ka për qëllim riadesimin e emigrantëve pas përfundimit të procedurave ligjore. Në Gjadër, emigrantët do të qëndrojnë përkohësisht deri në përfundimin e procedurave për dërgimin e tyre në vendet e origjinës. Ky ndryshim i funksionimit të qendrës vjen si rezultat i dekretit të ri, i cili nuk ka kufizime në lidhje me kombësinë apo profilin e emigrantëve të dopuar. Qendra e Gjadrit do të akomodojë emigrantë që mund të kenë patur shkelje ligjore të zakonshme, por gjithashtu individ të dënuar për krime të rënda, si vrasje, përdhunime ose trafik droge, që kanë përfunduar dënimin në burgjet italiane. Dekreti parashikon që emigrantët do të mund të qëndrojnë në qendrën e Gjadrit për një periudhë maksimale prej 18 muajsh, ndërsa qeveria italiane ka theksuar se ky ndryshim është plotësisht në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar mes Shqipërisë dhe Italisë. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela u takua këtë të premte me ambasadorin Lamberto Zanier, kreun e emisionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE Odiri. Takimi pati për qëllim njohjen me masat e marra nga prokuroria
për hetimin e veprave penale që lidhen me zgjidhjet dhe ofrimin e mbështetjes nga prokurorit për punën e emisionit. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela zhvilloi një takim të rëndësishëm me ambasadorin Lamberto Zanier, kreun e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE Odirit për të diskutuar masat që janë ndërmarrë nga prokuroria për të hetuar veprat penale të lidhura me zgjedhjet. Ky takim u fokusua gjithashtu në mundësinë e bashkëpunimit dhe mbështetjes për punën e misionit nga prokurorët e jurisdiksionit përgjithshëm. Përgatitet për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 kanë çuar në krijimin e seksioneve speciale të përkohshme në të gjithë prokuroritë, të cilët do drejtohen nga kryeprokurorët. Këto seksione do të mbështeten nga policia e shtetit, përfshirë oficerët policisë gjyqësore dhe një forcë operacionale të veçantë për hetimet. Njëkohësisht, puna do të koordinohet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurorinë e Posaçme për të siguruar një komunikim efikas dhe shkëmbim të informacionit në lidhje me veprat penale. Ambasadori Zanier zhvilloi gjithashtu takime dhe me prokurorët e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion për të forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin në këtë proces. Seanca e radhës për dosjen Partizani është shtyrë për shkak të mungesës së avokatit të Xhimi Begejas pasi ishte i sëmurë. GKK ka caktuar 15 prillin si datë për vendimin për kalimin në gjykim të çështjes. Berisha ndodhet aktualisht në masën e sigurimit detyrim paraqitje, ndërsa shpeshherë ka marrë leje nga SPAK për udhëtimet jashtë vendit. Gjyqtarja e gjykatës së posaçme e shkallës së parë, Lojera Davilli, ka shtyrë sërish seancën për dosjen Partizani, duke vendosur që data e re për marrjen e vendimit të jetë 15 prill. Kjo ka ardhur si pasojë mungesës së avokatit të Xhim Beges, i cili u shfaqi sëmur duke bllokuar kështu vazhdimin e seancës. Ky është një episod i dytë i shtyrjes, pasi edhe në seancën e 4 prillit, avokati i dhëndrit Berishës ishte i sëmur. Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, është akuzuar nga prokuroria e posaçme për korrupsion pasiv, duke u përfshirë në bashkëpunim me dhëndrin e tij, Jamar Bermalltezi. Berisha aktualisht ndodhet në masën e sigurisë, detyrim paraqitje, ndërsa shpeshherë ka marrë leje nga SPAK për udhëtimet jashtë vendit. Ndërkohë, ai vazhdon të jetë një figurë e rëndësishme në fushën politike, ku ka kritikuar ashpër reformat dhe veprimet e prokurorisë së posaçme, duke sugjeruar se ajo përdoret si mjet i kryeministrit Rama për sulmuar opozitën. Në këtë dosje janë përfshirë gjithashtu edhe disa individë të tjerë, përfshirë biznesmenin Fatmir Bektashi, Xhim Begeja dhe financieren Andja Pustina, të cilët po hetohen për rolin e tyre në këtë çështje. Pas një periudhe të gjatë martesore prej 28 vitesh dhe pas një sër ngjarjesh që përshkruan jetën e tyre, Ilir Meta dhe Monika Kuremadi ka vendosur të ndahen. Vendimi i gjykatës së shkallës së parë të Tiranës ka shpadur shkurorëzimin mes çiftit, i cili ka qenë një nga çiftet më të njohura në politikën shqiptare. Në një vendim të papritur por të pritshëm, gjykata e shkallës së parë në Tiranë shpalli ndarjen zyrtare të çiftit Ilir Meta dhe Monika Kuremadi pas 28 vitesh bashkëjetesë dhe martesë. Ky vendim i gjykatës ka ardhur pas një seance që u zhvillua rreth orës 10:30, ku ishte i pranishëm vetëm Ilir Meta, i cili ka dalë nga qelia e burgut 313 për të marrë pjesë në seancën gjyqësore. Ai u shoqërua nga avokati i tij, ndërkohë që Monika Kuremadi zgjodhi të mos merrte pjesë në këtë proces. Gjatë seancës, pas përpjekjeve të njëpasnjëshme për arritjen e një pajtimi dhe pas diskutimeve për mundësinë e një marrëveshje pa shkurorzim, trupa gjykuese vendosi që marrëdhënia martesore e çiftit të shpallej e ndërprer. Ky vendim përfundimtar ka shënuar fundin e një lidhjeje të gjatë dhe të përbashkët për çiftin, që ka qenë gjithashtu i pranishëm në jetën politike të Shqipërisë. Ilir Meta dhe Monika Kuremadi janë prindër të 3 fëmijëve dhe kanë qenë një ndër çiftet më të njohura të politikës shqiptare, të cilët kanë ndarë jo vetëm jetën e përditshme, por edhe angazhimet e tyre politike. Pasi ka marrë vendimin për ndarjen, dyshja ka kaluar përmes një periudhe të tensionuar, e cila ka përfshirë hetimet ndaj Ilir Metës nga SPAK, që ka përfshirë edhe masën e sigurisë për të, si dhe një hetim për Monika Kuremadi, e cila gjithashtu është në hetim dhe ka një masë sigurie detyrim paraqitje. Krisjet e para mes çiftit duken se janë intensifikuar pas periudhës së hetimeve dhe pas ardhjes në krye të Partisë së Lirisë nga Ilir Meta, një ngjarje që ka thedhuar ndarjen mes tyre. Sipas burimeve të afërta, Ilir Meta ka akuzuar Monika Kuremadin për nepotizëm dhe për divergjenca të thella në qëndrimet e tyre politike dhe publike. Hetimet për vrasjen e studentes shqiptare Ilaria Sula kanë marrë një kthesë të re pas zbulesës së një tjetër ADN-je në vendin ku gjet trupi i saj. Ky zbulim ka ngjallur dyshime të reja dhe ka shtuar kompleksitetin e çështjes, duke shtuar presion mbi autoritetet hetimore italiane që po kërkojnë të zbardhin ngjarjen e rëndë që ka tronditur opinionin publik.
Një tjetër ADN është zbuluar në vendin ku gjet trupi studentes shqiptare Ilaria Sula, duke nxitur një sër pyetjesh të reja lidhur me ngjarjen e rëndë që tronditi Romën në fund të muajit mars. Sipas mediave italiane, ADN-ja i gjetur nuk i përket Mark Samsonit, 23 vjeçari, i cili ka pranuar që ka vrarë ish të dashurën e tij, 22 vjeçaren Ilaria Sula, në banesën ku ai jeton me prindërit. Hetuesit thonë se viktima u vra mbrëmjen e 25 marsit, kur Ilaria shkoi të takohej me Markun në shtëpinë e tij. Në kërkimet e kryera në vendin e ngjarjes, ekipi i mjekësisë ligjore ka sekuestruar një palë këpucë dhe një valizhe ku u gjetën mbetje të ADN-s mashkullore, të cilët nuk i përkasin Mark Samsonit. Ky zbulim ka shtuar dyshimet për një person tjetër të përfshirë në krim dhe ka vënë në diskutim versionin e dhënë nga 23 vjeçari deri më tani. Nëna e Mark Samsonit ka bërë deklarata të reja në lidhje me ngjarjen, duke thënë se djali i saj ka kryer krimin në mëngjesin e 26 marsit dhe jo mbrëmjen e 25 marsit, siç ishte raportuar më parë. Ky ndryshim në kronologjinë e ngjarjes mund të ketë një ndikim të madh në hetime, pasi kjo do të nënkuptonte se prindërit e Mark Samsonit mund të kishin qenë të pranishëm në momentin e vrasjes. Nëna e 23 vjeçarit ka pranuar se ka ndihmuar të birin për të fshirë gjurmët e gjakut dhe për të pastruar vendin e krimit, duke i dhënë kështu një tjetër dimension hetimeve. Ajo po hetohet për fshehje të një kufome, një akuzë serioze që e vendos atë në një pozicion të vështirë ligjor. Gjithashtu, dyshimet për përfshirjen e babait të Mark Samsonit janë gjithashtu në rritje. Hetuesit mendojnë se ai mund të ketë luajtur një rol në transportimin e trupit të Ilaria Sulës, pasi është e vështirë të besohet se Marku mund ta ketë transportuar trupin e studentes shqiptare i vetëm. Sipas raporteve, në momentin e transportimit të trupit, lagja ka qenë shumë e ngarkuar, duke shtuar mundësinë e ndihmës nga një person tjetër. Ndërkohë, hetuesit vazhdojnë të mbledhin prova dhe të intervistojnë dëshmitarët në përpjekje për të zbuluar rrethanat e vrasjes dhe për të identifikuar nëse kanë ndihmës të tjerë të përfshirë në krim. Zbulimi i ADN-s shtesë ka ndihmuar në zbërthimin e këtij misteri të madh, por ende mbeten shumë pyetje pa përgjigje. Hetimet janë në zhvillim e sipër dhe autoritetet janë të vendosur të zbulojnë të vërtetën për të sjellë drejtësinë për Ilaria Sulën dhe familjen e saj. Mark Samson, autori i vrasjes së 22 vjeçares Ilaria Sula, ka dërguar një letër për të kërkuar falje nga burgu për familjen e vajzës. I arrestuar i kërkon falje për krimin e tij, por familja e Ilarias e sheh këtë si një pasqyrim të egos së tij, duke refuzuar kërkesën për falje. Mark Samson, i cili është autori i vrasjes së Ilaria Sulës, ka dërguar një letër nga burgu ku i ka kërkuar falje familjes për krimin e kryer. Ai shpreh i penduar për aktin e tij të tmerrshëm, duke pranuar se ka humbur kontrollin dhe se asgjë nuk mund të thotë, nuk mund ta lehtësoj dhimbjen e familjes së viktimës. Unë jam të çmendur nga pikëdhimi dhe kam humbur kontrollin. Jam i vetëdijshëm se asgjë që mund të them apo të bëj sot nuk do ta lehtësoj qoftë edhe pak dhimbjen e familjes. Nuk po përpiqem të zvogloj përgjegjësitë e mia apo të shpëtoj nga pasojat e veprimeve të mia. Jam gati të paguaj mëkatet e mia pas një justifikim, ka shkruar ai sipas mediave italiane, por sipas familjarëve të Ilaria Sulës, letra nuk mund të fshijë mizorinë e asaj që ka ndodhur. Përmes avokatit të tyre, familja është përgjigjur të riut. Megjithatë, familjarët e kanë cilësuar letrën si një përpjekje për të pastruar ndërgjegjen e tij, pa pasur një reflektim të thellë mbi rëndësinë e aktit të tij. Ata theksojnë se letra nuk mund të fshijë mizorinë e vrasjes dhe se kërkesa për falje nuk mund të ndryshojë. Teksti i kësaj letre duket më shumë si një pasqyrim i vetes së tij, pas një vëmendje reale ndaj peshës së veprës së kryer. Secili ka të drejtë të shkruaj, por gjithashtu prindërit e Ilarias, gjithë familja e saj, vëllai dhe të tjerët kanë të drejtë të mos i pranojnë këto ndjesa. Në mes të kësaj, ekspertiza e pajisjeve të Ilarias dhe celulari i Mark Samsonit do të ofrojë më shumë informacione për ngjarjen dhe mund të ndihmojë në zbardhjen e detajeve të krimit. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Bordi i Zyrës e Rregullatorit të Energjisë së Kosovës ka miratuar kërkesën e 3 operatorëve energjetik për një rritje të mundshme të çmimit të energjisë elektrike deri në 16%. Ky institucion ka argumentuar më herët se rritja e çmimit të energjisë është e domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit, rritjes së konsumit dhe varësisë nga çmimet e larta të importit. Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës ka miratuar kërkesat për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 3 operatorë energjetik, duke lënë të hapur çështjen e përqindjes përfundimtare të rritjes. Radio Europa e Lirë ka raportuar se, sipas burimeve të brendshme, çmimi mund të rritet deri në 16%. Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës ka njoftuar se do të bëjë të ditur përqindjen e saktë të rritjes në ditët në vijim.
Kërkesat për rritjen e çmimit janë paraqitur nga operatorët e sistemit, transmisionit dhe tregut, Kompania për Distribuim të Energjisë Elektrike në Kosovë dhe Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike, të cilët argumentojnë se kjo është e nevojshme për shkak të importit të energjisë dhe rritjes së kostove të saj. Rritja e tarifave, që është propozur në rreth 15%, vjen pas një vështirësie të vazhdueshme në prodhimin e energjisë elektrike për shkak të vjetërimit të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B dhe varësisë nga energjia e importuar. Kërkesa për rritjen e çmimit është kundërshtuar nga institucione të ndryshme, përfshirë Presidencën e Kosovës dhe qytetarë, të cilët kanë ngritur shqetësime për ndikimin negativ në jetën e përditshme. Qeveria në detyrë i ka bërë thirrje Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë së Kosovës që të mos e rrisë çmimin për konsumatorët që shpenzojnë më pak se 800 kW në muaj. Pjesëmarrësit në protesta janë të angazhuar për të kundërshtuar këtë rritje të çmimit të energjisë, e cila mund të ketë pasoja të rëndësishme ekonomike për qytetarët dhe bizneset. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpreu mirënjohjen për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan pas takimit të tyre në kuadër të forumit diplomatik të Antalyas, duke theksuar rëndësinë e Turqisë si partner kyç të Kosovës në çdo etapë të shtetëndërtimit. Në një postim në rrjetin social Facebook, ajo ka thënë se presidenti turk është lider që i qëndroi Kosovës pranë gjithmonë në çdo sfidë e çdo sukses. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, shpreu mirënjohje për liderin turk Recep Tayyip Erdogan, duke e cilësuar atë si një mik të dëshmuar të Kosovës dhe një mbështetje të fuqishme për shtetëndërtimin e Kosovës. Pas takimit të zhvilluar në kuadër të forumit diplomatik të Antalyas, Osmani theksoi në një postim në Facebook se Erdogan ka qenë gjithmonë një mbështetje e fuqishme për të drejtat e Kosovës dhe se ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe stabilitetin e rajonit. Ai është një zë i fuqishëm i miqësisë dhe vizionit të përbashkët, një mik i dëshmuar i Kosovës, një zë i fuqishëm për të drejtën tonë dhe një shtyllë e fortë mbështetje në çdo etapë të shtetëndërtimit tonë. Turqia është dhe do të mbetet një partner kyç për paqen, sigurinë dhe zhvillimin rajonal. Marrëdhëniet tona janë më shumë se miqësi, janë një partneritet i ndërtuar mbi besim, respekt dhe vizion të përbashkët për të ardhmen. Vjosa Osmani po qëndron në Turqi me ftesë të presidentit Erdogan për të marrë pjesë në edicionin e 4 të forumit diplomatik të Antalyas. Ky forum, i organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë, trajton temën rikthimi i diplomacisë në një botë të fragmentuar, një temë që pasqyron nevojën urgjente për një diplomaci të fuqishme që të veprojë si forcë stabilizuese mes tensioneve të rritura globale. Turqia është një nga vendet që ka investuar më shumë në Kosovë dhe ka njohur pavarësinë e Kosovës që në vitin 2008. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, ka njoftuar se seanca për votimin e qeverisë së re serbe do të mbahet me 14 prill. Emrat e ministrave dhe përbërja e qeverisë do të bëhen të ditura pas miratimit nga deputetët, ndërkohë që presidenti serb Aleksandar Vučić ka mandatuar profesorin endokrinolog Gjuro Macut për formimin e qeverisë. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, ka njoftuar këtë të premte se seanca për votimin e qeverisë së re do të mbahet më 14 prill. Ajo ka theksuar se deputetët janë ata që do të kenë përgjegjësinë për të dhënë një mundësi për mandatarin Gjuro Makut për të formuar kabinetin qeveritar. Brnabić ka shtuar se seanca duhet të përfundojë deri më 18 prill dhe se emrat e ministrave dhe përbërja e qeverisë do të bëhen të ditura pas përfundimit të këtij procesi. Sipas saj, gjithçka do të varet nga mandatuari dhe nga procesi i votimit në kuvend. Në lidhje me zhvillimet politike, Brnabić ka ftuar përfaqësuesit e opozitës për bisedime, duke e theksuar se është e rëndësishme të jepet një mundësi profesorit Makut për të formuar qeverinë. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka mandatuar Makut, një endokrinolog dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Beograd, për të drejtuar formimin e qeverisë së re. Mandatimi i Makut erdhi pas konsultimeve të zhvilluara me partitë parlamentare lidhur me përbërjen e mundshme të qeverisë, megjithse partitë opozitare refuzuan të merrnin pjesë në ato konsultime. Opozita ka bërë thirrje për krijimin e një qeverie kalimtare, por ky propozim është refuzuar nga koalicioni në pushtet. Pas dorëheqjes së ish kryeministrit Miloš Vučević, i cili dha dorëheqje pas një incidenti me studentët në Novi Sad, tensionet politike kanë vazhduar të rriten. Ky zhvillim është bërë më i ndjeshëm për shkak të akuzave për dhunë ndaj studentëve që po protestonin. Pas dorëheqjes së Vučevićit, formimi i qeverisë së re është një nga çështjet më të nxehta në politikën serbe dhe vëmendja është e fokusuara në mbajtjen e seancës së votimit dhe në ndikimin e mundshëm të opozitës në këtë proces.
Do të ecim me informacionet nga bota. Vendimi i fundit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pezulluar përkohësisht tarifat ndaj Bashkimit Evropian ka krijuar një dritare të shkurtër kohe për dialog dhe strategji. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian do të diskutojnë këtë të premte mënyrat për të përdorur këtë periudhë nëntëdhjetore për të shmangur një përplasje tregtare me Washingtonin. Pas vendimit të Washingtonit për të pezulluar për 90 ditë tarifat e reja ndaj Bashkimit Evropian, vendet anëtare të BE-s po shohin këtë si një mundësi për të konsoliduar qëndrimet dhe për të avancuar drejt një marrëveshje të mundshme tregtare me SBA-n. Gjatë kësaj periudhe, prioritet do të jetë koordinimi i përpjekjeve për të shmangur përshkallëzimin e tensioneve tregtare dhe për të përgatitur një strategji të unifikuar në rast se skenari më negativ bëhet realitet. Presidenti Amerikan Donald Trump konfirmoi se tarifat 20% që ai shpalli më 2 prill janë pezulluar përkohësisht, ndonse një nivel prej 10% mbetet në fuqi në disa rajone globale. Ai gjithashtu nënvizoi pritshmërinë që Europa të rrisë importet e saj të energjisë nga SBA si pjesë e një qasjeje më të balancuar në tregtinë dypalëshe. Një zyrtar i lartë i BE-s deklaroi se ky afat kohor është një mundësi për të strukturuar përgjigjet e nevojshme dhe për të përgatitur terrenin për negociata të frytshme me palën amerikane. Roli kryesor në këto bisedime i është ngarkuar Komisionit Evropian, i cili mban përgjegjësinë për politikat tregtare të bllokut me 27 vende. Një marrëveshje potenciale për të eliminuar tarifat mbi mallrat industriale është në tryezën e diskutimeve, por në mungesë të një dakordësie, vendimarrja do t'i mbetet secilit shtet anëtar për të mbështetur sektorët më të prekur. Ndër industrinë që rrezikon më shumë përfshihen ato të qelikut, aluminit, makinave, drurit dhe produkteve farmaceutike. Tarifat ekzistuese për 25% të SBA-s për disa nga këto sektor janë tashmë në fuqi, dhe sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore Europiane dhe Komisionit Evropian, ndikimi ekonomik mund të jetë serioz, me rrezikun e një recesioni në horizont për bllokun evropian. Tensionet tregtare mes dy fuqive më të mëdha ekonomike në botë kanë hyrë në një fazë të re. Kina ka vendosur tarifa të reja prej 125% për mallrat amerikane, si përgjigje ndaj masave të ngjashme të ndërmarra nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Pekini ka reaguar me vendosmëri ndaj tarifave të reja të shpallura nga Shtetet e Bashkuara, duke vendosur masa të njëjta me një normë prej 125% për importet amerikane. Ky veprim e thellon krizën tregtare mes dy ekonomive më të mëdha të globit, duke nxitur shqetësime serioze për ndikimin që mund të ketë mbi zinxhirët global të furnizimit dhe tregtinë ndërkombëtare. Përmes një deklarate zyrtare, autoritetet kineze e cilësuan vendimin e Washingtonit si shkelje të qartë të rregullave ndërkombëtare të tregtisë dhe si një formë presioni të njëanshëm dhe të padrejtë. Pekini theksoi se ky hap është i nevojshëm për të mbrojtur interesat e veta ekonomike përballë asaj që e quajti agresion të përsëritur tregtar. Në një postim të bërë mbrëmjen e së mërkurës, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi rritjen e menjëhershme të tarifave ndaj mallrave kineze në 125%, duke justifikuar vendimin me, siç u shpreh ai, mungesën e respektit që Kina ka treguar ndaj tregjeve ndërkombëtare. Ai shtoi se epoka kur Kina përfitonte në kurrizë të SBA-s dhe partnerëve të saj ka marrë fund. Kjo përplasje tarifore nuk është e para mes dy vendeve, por vendimet më të fundit shënojnë një kulm të ri të tensioneve që mund të kenë pasoja të gjera për ekonominë botërore, veçanërisht në sektor të ndjeshëm si teknologjia, bujqësia dhe energjia. Presidenti amerikan Donald Trump ka akuzuar Meksikën për shkelje të traktatit të ujit të vitit 1944, duke thënë se ka vjedhur ujin nga Teksasi. Ai ka paralajmëruar për shkallëzimin e sanksioneve dhe tarifave, derisa Meksika të respektojë detyrimin e traktatit. Në një postim të mërkurën në Truth Social, presidenti Donald Trump ka akuzuar Meksikën se ka vjedhur ujin që i takon Teksasit, sipas traktatit të ujit të vitit 1944, duke i detyruar fermerët e Teksasit të vuajnë pasojat e mungesës së ujit për bujqësinë. Trump tha se Meksika i detyrohet Teksasit 1.6 trilion litra ujë dhe ka theksuar se ky veprim i Meksikës po dëmton rëndë ekonominë dhe fermerët e gjanë. Ai ka paralajmëruar se administrata amerikane do të vazhdojë të përshkallëzojë veprimet kundër Meksikës, duke përfshirë vendosjen e tarifave dhe sanksioneve të mundshme. Presidenti theksoi se vitin e kaluar, një mullir sheqeri në Teksas mbylli dyert për shkak të mungesës së ujit, një situatë që ai e lidh drejt për drejt me veprimet e Meksikës. Trump ka folur gjithashtu për angazhimin e senatorit Ted Cruz për të marrë mbrapsht ujin, duke kritikuar presidentin Biden për pasivitetin e tij në këtë çështje.
Ne do të sigurohemi që Meksika të respektojë traktatin dhe të ndalojë dëmimin e fermerëve të Teksasit, ka thënë Trump. Nga ana e Meksikës, presidentja Claudia Sheinbaum ka reaguar duke theksuar se vendi është në përputhje me traktatin, përkundër kushteve të vështira të thatësirës që kanë përballuar. Sipas Sheinbaum, Meksika ka qenë e kujdesshme që të dërgojë ujin në SBA në përputhje me mundësitë që ka ofruar rezerva e ujit. Kjo përplasje ka nxitur shqetësime për një përkeqësim të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe mundësinë e një përshkallëzimi të mëtejshëm të tensioneve tregtare dhe diplomatike. Një javë e trazuar është lënë pas për shkak të politikave të tarifave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka lënë tregjet financiare të tensionuar me lider global që përpiqet të gjejnë përgjigje për pasojat e luftës tregtare dhe frikën e recesionit global. Tregjet financiare janë përballur me një javë të trazuar pas vendimeve të presidentit amerikan Donald Trump për tarifat ndaj vendeve të ndryshme. Edhe pse një moment lehtësimi u shfaq kur Trump vendosi të pezullonte detyrimet për 10 shtete për 90 ditë, situata u përkeqësua shpejt, duke u kthyer vëmendja te lufta tregtare në përshkallëzim me Kinën, ekonominë e dytë më të madhe në botë. Deri tani, pasiguria është rritur në tregjet globale, duke u shprehur me një rënje të theksuar të indeksit S&P 500 prej 3.5%. Ky është një tërheqje prej 15% nga kulmi i tij i arritur në shkurt. Indekset aziatike, përfshirë Nikkei në Japoni, pan një rënje prej 4%, ndonse disa tregje në Taiwan dhe Hong Kong shënuan rritje. Ndërkohë, një shitje e fortë e obligacioneve të SBA-s ka tërhequr vëmendjen e presidentit Trump, i cili ka shpallur një periudhë të vështirë për ekonominë amerikane. Megjithatë, sekretari i Thesarit, Scott Bessent, u përpoq të qetësonte situatën duke theksuar se më shumë se 75 vende janë të gatshme të fillojnë negociata tregtare. Trump gjithashtu shprehu shpresën për një marrëveshje me Kinën, por ekspertët paralajmërojnë se rreziku i recesionit është rritur ndjeshëm, duke bërë që investitorët të kërkojnë stren në ari, i cili arriti një çmim rekord këtë javë. Në këtë situatë të pasigurisë, shumë ekonomistë paralajmërojnë se pasojat e mundshme mund të jenë të ndjeshme për ekonomitë globale, veçanërisht për sektorët që varen nga tregtia ndërkombëtare dhe zinxhirët e furnizimit global. Pasiguria e krijuar nga lufta tregtare mund të çojë në vendime më të kujdesshme investimi dhe reduktim të konsumit, që do të ndikojnë negativisht në rritjen ekonomike botërore. I dërguari i presidentit amerikan Donald Trump ka mbërritur në Moskë për një vizitë të mundshme të nivelit të lartë, kur raportohet se mund të takohet me presidentin rus Vladimir Putin. Ky zhvillim ndodh në një moment të tensionuar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë për debatet për Ukrainën dhe mundësinë e sanksioneve të reja. Steve Witkoff, i dërguari special i presidentit Donald Trump, ka mbërritur në Rusi, ndërsa media ndërkombëtare raporton se ai mund të takohet me presidentin Vladimir Putin. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se çdo takim i mundshëm me presidentin rus do të njoftohet për publikun. Kjo vizit pason një takim të Witkoff me Kirill Dmitriev, i dërguari ekonomik i Putinit, disa javë më parë, në një periudhë të tensionuar, ku presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur pakënaqësinë për mungesën e përparimit në marrëdhëniet me Rusinë, është themundur që ai të vendosë masa të reja ndëshkuese ndaj Moskës, përfshirë sanksione të shtesë. Kjo vjen pas komenteve të Putin mbi situatën në Ukrainë që shkaktuan acarimin e shtëpisë së bardhë. Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, u shpreh se do të mund të kuptohet shpejt, brenda disa javësh, nëse Rusia është serioze për një zgjidhje paqësore në Ukrainë. Ndërkohë, Britania ka njoftuar se do t'i japë Ukrainës një ndihmë ushtarake prej $580 milion, duke përfshirë dron luftarak dhe sisteme radarësh për të përmirësuar mbrojtjen e vendit. Samiti i 27 të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, që do të mbahet sot, do të drejtohet nga ministri i mbrojtjes britanik John Healey dhe ministri i mbrojtjes gjerman Boris Pistorius. Ukraina ka shprehur nevojën për forcimin e mbrojtjes ajrore, një çështje kyçe që do të diskutohet gjatë samitit. Për shumë analist, vizita e Witkoff në Moskë dhe mundësia e një takimi me Putinin janë një mundësi për të hetuar gatishmërinë e Rusisë për t'u angazhuar në negociata serioze. Pasiguria mbetet e madhe për atë nëse dialogu do të çojë në një marrëveshje paqësore apo në një eskalim të mëtejshëm të tensioneve. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 12 prill do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike, disi më të paqëndrueshme krahasuar me ditën paraardhëse. Moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash në pjesën më të madhe të territorit,
ndërsa në zonat verilindore dhe lindore pritet të ketë reshje shiu gjatë pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius, veçanërisht në zonat fushore dhe bregdetare. Era do të fryjë nga drejtimi verilindor, veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare her pas here mund të arrijë deri në 10 metër për sekond. Deti do të jetë i qetë, me dallgëzim të lehtë deri në 2 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale, si dhe kushtet e motit për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 16 gradë. Peshkopi, 6 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 20 gradë. Kavaj, 10 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 21 gradë. Berat, 8 deri në 22 gradë. Korç, 5 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 21 gradë. Gjirokastër, 8 deri në 22 gradë. Sarand, 12 deri në 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 12 prill do të karakterizohet nga moti kthjellët në mëngjes dhe me vranësira kalimtare në pasdite, sidomos në zonat malore dhe kodrinore ku mund të ketë rreshje lokale shiu. Temperaturat do të vijojnë rritjen e lehtë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius në disa zona të ulta. Era do të jetë e lehtë me drejtim verilindor, veri perëndimor dhe shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Në disa lugina do të ketë rritje të përkohshme të intensitetit të erës deri në 8 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale, si dhe kushtet e motit për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 5 deri në 17 gradë Celsius. Podujev, 5 deri në 17 gradë Celsius. Skënderaj, 5 deri në 17 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 18 gradë. Prishtinë, 4 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 18 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 17 gradë. Gjilan, 4 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj, 4 deri në 16 gradë. Kaçanik, 4 deri në 17 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 17 gradë. Prizren, 6 deri në 18 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.